Mitaj, cila ishte tema e diskutimit mes Partisë Socialiste dhe LSI-s? A u diskutuan kërkesat për rishikim të buxhetit që ka bërë LSI-a për disa sektor? U diskutua buxheti në tërësi, u diskutuan edhe detajet e buxhetit, sepse do ta diskutojmë javës që vjen nen për nen, edhe ka element të rëndësishëm politikash, të cilat u rakorduan tërësisht të gjitha një nga një, pra kemi dakordsi të plot me aleancën, dhe e dyta përgatitemi për votime të rëndësishme që janë me shumicë të cilësuar. Pra ky është edhe thelbi i gjithë diskutimit. Cilat janë këto votime të rëndësishme, zoti Ahmetaj? Më e afërta? Po, në datën 17 është ligji për pushtetin vendor, pra për funksionimin që kërkon votë të cilësuar dhe ka një rakordim të plot, dhe sigurisht që javës që vjen diskutohen nenet e buxhetit dhe të politikave fiskale, pra të ndryshime fiskale një nga një. Kjo ishte edhe arsyeja që ne rakordojmë qoftë në detaje, qoftë në aspekt politikash. Zoti Ahmetaj, në detaje. A u bisedua për kotin zgjedhor? Patjetër, dhe u ra dakord që të krijohet komisioni. Por thelbi është që ka një dakordsi të plot të aleancës për të gjitha çështjet që u Është pranuar formulimi i zotit Ruçi që ka propozuar zoti Meta për një komision me 2 bashkëkryetarë, një nga PS, një nga PD? Në parim është rënë dakord të krijohet komisioni. Dhe aleanca është me një mendim unik për krijimin e komisionit. Zoti Ahmetaj, ju lutem, konkretisht LSI ka kërkuar rishikim të buxhetit për disa bashki, kujtojmë që ju javën e ardhshme do ta kaloni ligjin për pushtetin vendor dhe rishikim për sektorin e shëndetësisë më shumë para. Për këto dy çështje konkrete që LSI ka shprehur sugjerime kritika, keni diskutuar apo jo dhe çfarë i jeni përgjigjur? Ka pas një proces të diskutimit qoftë për formulën e pushtetit vendor. Pushteti vendor ka një rritje të konsiderueshme fondesh në 48 miliard. Dhe janë lënë të gjitha fondet që janë kursyer nga reforma në territor, pra reforma që shkurtoi nga 363 njësi në 61 njësi. Dhe të gjitha janë lënë pushtetit vendor, plus që i është dhënë një shumë e konsiderueshme për administrim dhe për investime, plus të tjera, dhe është rënë dakord edhe për riformulimin e taksës infrastrukturës, e cila është e gjitha në favor të pushtetit vendor, e gjitha. Zoti Ahmetaj, takimit ju bashkua së fundmi edhe zoti Idrizi, i cili gjithashtu ka në një farë mënyrë kushtëzuar votën e tij me shtim të parave për 3 bashki. U bë një kërkesë e tillë edhe në takim dhe çfarë përgjigje i dha koalicioni zotit Idrizi? Zoti Idrizi është pjesë e aleancës dhe mendimi i aleancës është unik. Kështu që keni gjetur dhe me të dakordsi? Plotësisht. Faleminderit.